Titujt kryesor të gazetave e mërkur 24 dhjetor 2014. Gazeta Panorama. Prapa skenat firmoset pakti, opozita kthehet sot në kuvend. Negociatorët e mazhorancës dhe opozitës arrin marrëveshjen pas 8 orësh. Pse u bllokuan bisedimet dhe çfarë lëshoi qeveria? Polemika e Vebiut për refugjatët e 90-s, Kadare, mirë kuptoi fabrikuesit e shpifjeve. Ekskluzive, shkrimtari reagon pas shkrimit të studiuesit Ardian Vebiu në revistën italiane. Majoranca s'mund t'i ndajë 1 milion votat e saj me opozitën, pëllumbi loja e Berishës si në 97 me Vranickin. Kandidati për Bankën e Shqipërisë, Sejko në kuvend, Hotel Dajti u ble për deficitin e qeverisë. Këshilli Bashkiak miratohet me konsensus buxheti i Tiranës. Konflikti për tokën në Varre, ekzekutohet 38 vjeçari. A është sot ekonomia shqiptare në krizë apo jo? Kjo krizë besimi. Konstantin Xhuvani tenton të shmang burgun për jetë, prokuroria kundër. Gazeta Shekulli. Administrata ndryshon ligji, takimi me fituesit e konkurseve, penalitete kush i shkakton dëm shtetit. Kryeministri paralajmëron ndryshime të tjera ligjore për vlerësimin dhe trajnimin e nëpunësve. Vrasjet në Selit, babai Ervin Shabës, djalit tim i bën kurth. Specializantët fitues, punësim të detyruar 3 vite në rrethe. Prokuroria nuk e dim kush e vrau djalin e prokurorit Demiraj. Gendi Sejko, këshilli mbikëqyrës i pavarur nga guvernatori. Negociatat PD pranon marrëveshjen, votohet sot në kuvend. Gazeta Shqiptare, PD thyen bojkotin. Pakti në mesnat sot në kuvend, parlament, marrëveshja me 4 pika do miratohet në formë rezolute. Opozita do të hyjë sot në seancë plenare pas mungesës 5 mujore. Majoranca nuk do të përdorë shumicën e 3/5 të votave, ligj për dekriminalizimin e kuvendit. Gëzim Shaba dyshoi se djalin e vran diku dhe e çuan në shtëpi. Jati viktimës nuk e qelluan për grabitje. Koloneli Driza Xhia, lirimi Dritan Demirajt me propozim të shtabit. Kreu i AFA, ushtria ka rregulla. Nga Bledi Çuçi, reforma e territorit, PD zgjodhi veçimin. Tiranë, lista e tretë me 2000 pronar, dosjet me probleme kush përfitoi. Bashkia borxh 2.6 milion euro tek OSHE. PSD miratohet me konsensus buxheti në Këshill Bashkiak. Sekuestrohen 400 kg dinamit, 4 trafikantë në pranga. Mësuesit pikët e secilit për çdo pjesë të testit. Vdes në spital 3 vjeçari, Jati denoncon 4 mjek. Gazmend Bakiu, triumfi i legalitetit dhe kuptimi i tij. Romela Begaj nuk ka marrë doping, trajner kam të fejuarin, po të merja do të kisha thyer rekorde. Shqiptarja.com, lajmi orës së vonë, fundi i bojkotit, arrihet marrëveshja, opozita sot në kuvend. Pas 3 raunde bisedimesh, majoranca dhe opozita kanë mbyllur me sukses bisedimet dhe sot në parlament do të votohet një rezolutë e përbashkët e mbështetur në draftin e 2 eurodeputetëve. Raporti i Razi Ibrahimit si do të fundosë Kadare e Pachrami. Arsimi i lartë, universitetet në qershor, raporti i parë për akreditimin. Vritet për nder 30 vjeçarin Varrezat e Sharrës, që jep Bashkia e Tiranës. Edhe opozita s'ka kohë për të humbur, teknikat disiplinore për fëmijët, ekuilibri i jetës. Dita, tallja me popullin, natën vonë Pakica pranon të firmos draftin e parë dhe jo kushtet e Berishës për hyrje në kuvend, një analizë mbi këtë moment të turpshëm të demokracisë shqiptare. Sot pritet që teksti i marrëveshjes miratohet nga grupet parlamentare. Peripecitë e një dite të gjatë, anglishtja berishiane e variantit Polo që kërkonte qeverisjen e vendit nga 40 deputet. Si do ndryshonte grupi parlamentar i PD-s nëse do digjeshin mandatet? Pina bifida, deformimit e kurrizit, trajtimi, proncimet, pronat që preken në 3 qarqe. Darka e thumbave. Kryeministri Rama me gazetarët në pritjen e fundvitit, detajet e një darke të pazakontë ku të parët folën njerëzit e medias dhe në fund Rama, që nuk mungoi të lëshojë një breshëri kunjash nga Franga te Yllin Droqi, nga Hysem Belliu te Çani dhe një debat i gjatë me kritikun Bushati në tavolinën Lesheli. Nga Bedri Islami, një përjetim personal për njeriu me tupan, trishtimi që të sjell derri kur i thua daj. Gazeta Tema, shton pika të reja, PD prish marrëveshjen e propozuar nga eurodeputetët. Rama pritje me gazetarët, i ftuar edhe Çani, Batona Xhiu e thumbon për shoqërinë me Frangajn. Nishani i kthen një tjetër ligj mbrapsht mazhorancës. Borxhet ndaj biznesit deri në fund të vitit shlyen $400 milion. Eldoral nga Merobaze, pse heziton Berisha të dorëzohet? A mjaftojnë vetëm prangat për të rilindur Shqipërinë? Përpjekje për t'ia mbuluar gruas fytyrën, veshët dhe gojën. Shqipëria, tigri ekonomik i Ballkanit. Antena brenda familjes, si shkoi huq fjalimi i Ramës në takimin me gazetarët. Vajzat Yazidi detyrohen të vetvriten pas abuzimeve. Gazeta Shqip, pakti në mesnat, opozita sot në kuvend, PD PS-LSI bisedime të vështira për përkthimin e deklaratës e europarlamentarëve. Palët vendosin afat 6 mujor për përmbushjen e angazhimeve të përbashkëta. Fleckenstein një ditë e madhe për Shqipërinë. Vrasësit çëtisin në lagje, e ardhmja dhe pagat në Shqipëri. Marrëveshja me firmat e 4 deputetëve të PS, PD dhe LSI. Kandidati për guvernator në Bankën e Shqipërisë dështoi menaxhimi. Vrasja në Selit 2 orë para njoftimit të policisë. 3 vjet burg për ish kreun e gjykatës së Pukës. Konflikti për tokën e Varreve, vritet punëtori. Të rishikohet koncencioni i pullave fiskale. Pranga drejtorit të Shish Vjet të Energji.
Shqipëria 3 herë më pak mjek se vendet e BE-s. Debiazi nuk kemi fituar ende asgjë. Gazeta Mapo. 9 orët e negociatave ja marrëveshja e firmosur në mesnatë nga PS e PD, përfaqësuesit e shumicës dhe pakicës arrin paktin që pritet të kthejë demokratët në kuvend. Sot vendimi i grupit parlamentar të PD-s, bisedimet e djeshme dhe pse opozita u tërhoq përkohësisht në mbrëmje. Parashikohet se të dy palët duhet të zbatojnë 4 pikat e marrëveshjes brenda 6 muajve të parë të vitit 2015. Shkatërrohet banda e eksplozivëve, 5 të arrestuar. Ekonomia ndez motorët e rritjes në 3 mujorin e tretë. Konstantin Xhuvari pranon 4 vrasje, kërkon gjykim të shkurtuar. Pyet miti të paprekshmëve, dënohen 2 gjyqtarë në Tiranë dhe Shkodër. Testimi mësues për Shqipërinë i nxjerr kallajin sistemit arsimor. Tradita jone krishterë dhe sfida e autoqefalisë. Shakat, unë jam kaq i vetmuar maskojnë ligësinë e Koresë së Veriut. Gen Seko kalon testin në komision, sot votimi në kuvend. Takimi me median, Rama bën gazetarin, ironi dhe sarkazëm ndaj atyre që e kritikuan. Vangjush Mio deli pari botim mbi veprën e piktorit. Eksodi i të pashpresve. Koha jon, tërhiqet PS, dorëzohet PD. Rama batuta dhe humor në pritjen me gazetarët. Presidenti i kthen një tjetër ligj mazhorancës. Zef Preçi rritja e taksave e favorshme politikisht, por jo ekonomikisht. KLSH dhe profesionalizmi i audituesit, ndëshkimi një element edukues apo diktatorial. Rreziku nga përçarja, Veliaj, personat me paaftësi shpërblehen për herë të parë pas 23 vjetësh. Rilindja demokratike, dorëzoni bandat, firmoset pakti, delegjitimohen votat e trafikuara dhe krimi. Në emër të partisë pushohesh nga puna, vendimi i drejtorisë arsimore. Shpërblimi i Ramës 73% më pak se sa kishte premtuar. Një pastor kundër komunizmit rumun, 30.000 arsimtar pa disin Ramën kërkojmë shpërblimin. Nishani kthen ligjin për KLSH-n, telekalohen saqet e kushtetutës. Sportim tjetër Tritoli në Vlorë, vritet i riu në Tiranë. Gazeta 55, Rama Medias 2015 e dua heshtje gala. Këshilla e Brukselit ndiqni standardet europiane për dekriminalizimin e institucioneve. Nishani bie në kundërshtim me vendimet e gjykatës kushtetuese. Para droni udhëstoria 6, partia që e bëri shtetin dhe historinë. Ukraina një hap më pranë NATO-s, shfuqizohet statusi neutral i shtetit. Çfarë fshihet pas dështimit të South Stream? Gens Polo, mazhoranca të tregohet serioze, i rëndësishëm konsensusi për mospërdorimin e 3 pestave nga PS-ja. Berisha, kulla e Korçës, shpikje e kompleksit fallik të Edi Ramës. Kur të hapet kapitulli 35 i negociatave Serbi-BE. Gazeta Sot. PD jep fund bojkotit në mesnatë pas presionit të fortë të BE-s dhe SBA-s. Berisha tërhiqet në minutat e fundit nga linja radikale. Parlamenti Evropian presion Bashës, futur në parlament merr përgjegjësitë për marrëveshjen që firmose. PS pranoi të gjitha kërkesat. Basha dark me deputetët rebel, Berisha shkrin grupi negociator dhe gris marrëveshjen e parë. Cakton Polo në vend të Bregut dhe Bumçit. Bie drafti Veliajt për hapjen e dosjeve. Garda e vjetër e PS-s rikthen nismën për hartim nga e para. Shpëtojnë spionët e sigurimit. Administrata në provim, fshes të paaftëve dhe militantëve, qeveria paralajmëron aksion të ri. Majoranca kryqëzon Gen Seko në kuvend, kandidati i Nishanit akuzon Këshillin mbikëqyrës si vegël të guvernatorit. Kushtetuesi arrezon PD-n, refuzon kthimin e Zana Xhukës në krye të LDK-s, konfirmohet shkëlqim Ganaj. Skandali, Basha paraqet buxhetin e viteve të kaluara për vitin 2015, sherr në Këshillin Bashkiak. Cani përgatit udhëzimet për taksat dhe tarifat e reja, ja si do të mblidhen në 2015. Rama batuta me gazetarët për burgun, Baba Ramo braktis darkën, baton Axhiu, kush rri me frangajn humb zgjedhjet. Prokuroria dyshime për vrasjen e Arbër Demirajt, më 15 janar prova të reja në gjykat. Korrupsioni në drejtësi, dënohet me 3 vjet burgish kryetari i gjykatës Pukës. Tirana Observer, njeriu i vitit 2014 fitojnë Sajmir Tahiri, Filip Çakuli, Nashe Jurgaqi dhe Xhain Debiazi, mbi 20.000 vota për 115 personazhe. Si u ndan votat dhe profilet e fituesve, detajet e anketës 10 vjeçare dhe kush e ka fituar ndër vite. Negociatat majorancë opozit PD nuk firmos marrëveshjen. Konflikt për tokën në varrezat e Sharrës, vritet me armë 38 vjeçari. Ekzekutuan të miturin burg për jetë Altin Shkretës, 25 vite të vllajit. Plakja e njeriu të ri, këmbgulja e Arabisë për uljen e çmimit të karburantit, disa veçori gjyqësore për krajinën e Sulovës. Rama me gazetarët, batuta dhe incidente. Banka e Shqipërisë u vol për mungesë menaxhimi. Nishani kthen në kuvend ligjin për KLSH-n. Gazeta Standard, orët e debatit në kuvend, negociata deri në mesnatë, arrihet pakti mes PD e PS, opozita sot në parlament. Nga 1 janari 2015 çfarë ndryshon në ligjin e ri të TVSH-s, por organizatat jo fitimprurse. Këshilli Bashkiak miratohet me kusht buxheti i Bashkisë së Tiranës, si ndryshojnë taksat vendore për 2015-ën. Punojnë si të administratës, gati ndryshimet e ligjit, përgjegjësitë do të jenë individuale, do të ndiqen penalizime. Këshilli mbikëqyrës, raportimi i të kualifikuarve nga analiza për vjedhjen e thesarit në Bankën e Shqipërisë te politikat monetare. Rishikimi i kontratës, konkurrenca vënë në shënjestër koncesionin e pullave fiskale. Procesi, Giovanni tenton të shpëtojë burgut përjetshëm. Konflikti për hapjen e një varri në Sharr i merr jetën Rojës. Vendimi ja emrat e nxënësve dhe studentëve që përfitojnë bursa të marrësh një shtëpi në Tiranë. Takimi i fund vitit çfarë ndodhi në mbrëmjen me gazetarët, Rama batuta edhe me armiqt.
Gazeta Telegraf, skenari zgjedhjet përgjithshme bashkë me ato lokale. Marrëveshja e mesnatës së dieshme mes PD dhe PS përpara se të ratifikohet në kuvend do diskutohet sot paradite në grupin parlamentar të PD-s. Shtohen zërat rreth strategjisë antikrizë paraqitur ndërkombëtarëve që në qershor zgjedhjet lokale dhe ato të përgjithshme të zhvillohen në një kohë. I bie të fikët në farmaci, babai i bebes së shtruar në spital bie në koma, kur farmacisti i kërkon 200.000 lekë për ilaçet që duhet t'i siguronte spitali. Janë ngjarje tronditëse. Grupi parlamentar i PS-s, Natasha Ahmeta, një nga kandidaturat e së majtës për Këshillin Mbikëqyrës në Bankën e Shqipërisë. Flet profesor doktor Liliana Elmazi, qeveria ka marrë 1 miliard euro borxhe për shpenzime luksi, instat dhe kamatat e energjisë. Përplasje për urën e Goricës, Artan Shkreli përgjegjes për masakrën në Berat, flasin Albani, Gega, Tare, Shamku dhe Melcilabi. Integrimi, Petrit Vasili për negociatat, zbatohet rezolutat e dërguarve të PS Knut Fleckenstein dhe Kukan. Kreu i grupit parlamentar të LSI dhe deputeti PS-s Balla reagojnë pas mos firmosjes së rezolutës së 2 negociatorëve të Parlamentit Evropian nga ana e opozitës. Panaritit vendosur për të mos lejuar në asnjë rrethan çmime abuzive dhe spekuluese. Edmond Agjinasto, objektivi ynë për 2015 është rritja e sigurisë rrugore, ulja e aksidenteve dhe vazhdimi i investimeve. Gazeta e Sportit, formacioni i fazës së dytë, ja lojtarët që spikatën në këtë fazë të kampionatit. Kuksi për rekord pikësh, Vllaznia parakalon Laçin. Trajneri Debiazi me Armenin si finale, kualifikimi misioni vështirë. Numri 1 i kuqezimeve flet për situatën e kombëtares. Bardhë e Blut dështuan me Tiranën, ikin Kagere dhe Olaki. Gati largimet e para në ekipin e Tiranës, 3 lojtarë në provë. Prodani del Garant në këtë janar do të ketë tapet të ri. 5 dëshirat e bluve për merkaton e janarit. Pirlo sher me Allegrin drejt divorcit me Juve, lojtari i zonjës nuk e pritja s'pak mirë momentin e zëvendësimit dhe i kërkoi llogari trajnerit. Itali, Guarin me Mancinin kemi ndryshuar, tani dua Championsin. Spajnë, Xavi tregon sekretin jap se qëndrova te Barcelona. Angli, Ferguson bëj tifo për mu që të fitoj kampionatin. Çmenduria, PSG apthesin dhe ofron miliona për Messin dhe Ronaldo. Kërkohet një lider i ri pas largimit të Ibrës. Ja alternativat e mundshme për PSG-n. Panorama Sport, Skënderbeu Pazar në Vlorë kërkon Lenën dhe Veliun. Vlonjantët përgatisin revolucion, pritet mbrojtësi Pepa nga Norvegjia. Flamurtari ul pagat, mbrojtësi dhe mesfushori drejt Korçës në janar. Tirana bën gati skarcimet, ikin Kagere dhe Olaki. Vijnë 3 futbollistë të huaj në provë, pritet ndryshime edhe në mesfush. Ernest apo Ernestino. Sheu nuk marrim leksione nga Starova. Partizani miqësore luksi me Genoan. Moxhi Inzaghi befasoi ringjalli djallin. Si Kaltri gjen regjisorin Duan Kamachon. Monstrat e pasimeve Mërgim Mavra e sfidon 8 lojtarë të Bayernit. Hakmeret Allegri i prish pushimet e ekipit.